Mirë mëngjes të gjithë dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Me ndihmën e ChatGPT-s kam bërë një checklist për gjërat që më duhen për shkollën, për degën që do studioj për art design dhe ajo që do bëjmë sot është që do dalim dhe do blejmë gjërat më kryesore dhe më të nevojshme që përmban kjo lista këtu. Ua kisha thënë edhe më përpara që këto gjëra doja t'i blija këtu në Gjermani se janë më të lira, janë më cilësore dhe ka më shumë gjëra që mund të gjesh se sa në Shqipëri. Do shohim sa do na shkojnë edhe çmimet, kështu që kjo gjëja duhet bërë sot se ditët ikin shumë shpejt. Jam edhe vetëm në shtëpi, Armando ka marrë pushime dhe ka ikur në Itali. Edhe si më duket kjo shtëpia shumë bosh tani, dhoma ime duket bosh komplet. Kanë ikur shumë gjëra, disa gjëra të vogla kanë ngelur, veshje kam shumë pak edhe më duket kështu si çuditshëm, më duket akoma si diçka një ëndër që nuk po e besoj akoma që do ndodh kjo si gjë që unë do lë Gjermanin dhe do vit jetoj në Shqipëri, do kem afër të dashurin tim, prindrit e mi, do kem shoqërinë time. Domethënë më duket shumë e çuditshme, nuk e konceptoj dot ndonjëherë. Kaq e pabesueshme dhe jo reale më duket. Veshu këtë fustanin e gjatë që është shumë pambuk, shumë i freskët, edhe ka marrë tek këmoja që vjet edhe më pëlqen aq shumë sepse nuk e ndjej fare në trup. Edhe sot tu në Gjermani ka edhe 30 gradë edhe është kaq i lirshëm, edhe të tilla fustane të kem gjatë gjithë verës, nuk mërzitem kur së veshuri, edhe do shohim edhe një xhiro tek këmoja se dje kishin nisur edhe uljet e mëdhaja të vitit, që janë këto që ndodhin tani në verë. Edhe më pëlqen shumë të gjej këto, është fiks si burlluk, nuk është edhe shumë i bukur, shko sa bukur që e ka pjesën e kurrizit pas. Sa cute që janë këto çokoladat që i ka marrë tek Rossmann. Duhet her pas here ndonjë për të na ngritur çik sheqerin. Ikim. Në këmbë këto shapkat që kombinojnë me çdo gjë të mundshme, i kam marrë tek këmbëja që vjet. Nga të paktat gjëra që kam mbajtur për këmbët, domethënë për këpucë shapka kështu, kam mbajtur vetëm këto shapkat, atletet New Balance edhe një palçizme, edhe të gjitha i kam nisur për në Shqipëri. Edhe tani do shohim si do ja dalim vetëm me këto 3 palë për akoma edhe 1 muaj. Janë 60 euro gjëra që do t'i bëjmë unboxing së bashku këtu në natyrë. Jam ulur këtu në një kopësht të bukur, të lezetshëm këtu në qendër. Edhe thash t'ua bëj një unboxing kështu ndryshe, jo në shtëpi. Nuk ja dola që t'i merja që të gjitha, se jo që të gjitha i gjeta aty. Këto janë vetëm blerje tek Tedi dhe të tjerat avash do t'i blej dhe do t'i marr. Janë gjërat më kryesore, gjërat që do më duhen për projekte, për prezantime, për mësime. Bëjmë pak herë dhe nuk na lë që ta bëjmë këtë unboxing shumë të qetë, por ne do ta bëjmë gjithsesi. Këto janë fletë të mëdha të bardha për projekte që do më hynë shumë në punë. Ky po prap është një blok që ka fleta përsëri të bardha brenda, por që janë më të trasha. Një blok të tillë që ka printe nga më të ndryshmet, edhe ky do më duhet shumë. Pastaj ky është bloku i preferuar, është një blok për skicime. Vazhdojmë përsëri me një blok që ka fletë me ngjyra të ndryshme. Si versioni i madh, mora edhe këtë versionin e vogël, që po prap edhe ky ka fletë që janë për skicime, janë fletë më të trasha, jo si fletë formati. Edhe mendova këtë që ta kem për skicime të vogla, për të hedhur idet, për projekte, për gjëra të tilla, edhe është edhe komod se mbahet shumë thjesht në çantë kudo që shkoj. Pastaj vazhdoj me disa gjëra të vogla esenciale. Mora këto bojrat që janë më të vogla, janë 12 ml secili, dhe mendova që të marr këto një herë dhe nëse do më duhen të tjera më shumë, ato mund t'i marr edhe në Shqipëri se dhe atje ka, se janë 24 ngjyra. Mora edhe këto penelat. Kam marrë momentalisht vetëm këto lapsat, këto janë normal dhe këto vjen më të trasha. Pastaj kemi një kuti plot me ngjyra shumë të mira, ishin 36 copë edhe imagjinoni që kanë kushtuar 8 euro këto ngjyrat. Pastaj mora dhe disa nga këto ngjyrat e mishit, shumë pak, nuk e di nëse do më hynë në punë ose jo, gjithsesi unë i mora. Mora disa zarfa, këto në fakt më duheshin këtu në Gjermani, më shumë për të bërë disa organizime të mia. Dhe të fundit
janë këto dy gomat këtu dhe këto ngjitse. Këto janë ngjitse puskush, kurse ky ishte një ngjitës gel, por që ishte goxha i fortë. T'ju them që kjo lista që mua më nxori ChatGPT-ja ishte goxha e gjatë, por mund të them që gjërat kryesore i kam marrë, po diçka që nuk e gjeta këtu por që dua, janë nga ato dosjet që mund të vendosësh brenda projekte të mëdha që janë jo dosje normale. Dhe kështu ishin të gjitha. Ngrihem tani, do bëjmë një xhiro tek City Gallery, se Sonila është e puna, edhe më tha na dil në një xhiro. Thash, "Okej, se unë doja të shkoja një xhiro tek HM për të parë çka kanë dhënë në një gjë në ulje, ndonjë fustan të tillë dua shumë që të gjej, edhe le të shkojmë së bashku." Edhe këte një vap e madhe, ka 31 gradë, po sot më nuk isha zgjedhur të shkoj edhe në pishina ose në lum, por thash do shkoj të dalë që të bëj pak shopping. Këto gjërat e shkollës më kryesore i kam mbaruar, u hoqën si shpenzime dhe do ju tregoj dhe disa gjëra të tjera që nuk ua tregova sot që bleva. Bëra një xhiro tek Rossmann për të marrë 2 maska hidratuese. Mua më pëlqejnë shumë këto të Garnier, janë edhe ekonomike të lira. Mora edhe këtë zbutsin për flokët dhe përsëri një shampo kolor të zezë, sepse po del ngjyra dhe ju nuk e kuptoni shumë mirë në kamerë, por unë përballë kuptoj shumë mirë. Dhe kisha 4-5 ditë që shkoja dhe nuk gjeja numrin 10 dhe mora numrin 20. Dallimi është që thjesht kjo është pak më intensive, është pak më e zezë. E mora më shumë se do nisemi për në Shqipëri të mërkurën në datën 25 dhe thash do t'u jap një rifreskim. Dhe ta mendoni që unë jam larë edhe në pishina, edhe në lumu lava dhe gjyra nuk është se doli. Dhe një fustan të bukur që e bleva sot. Ajo thash që doja fustane të tilla, super verore, që do fuzë një lavatriçe tani, se nuk i kam larë as ato rrobat që më erdhe nga era e fundit që e pate vlogu i kaluar. Shikoni pak se sa i bukur që është ky fustani tek HM-ja që kishin nisur blerjet. Është lino, po një lino super e mirë, e freskët, e holl. Vjen me këtë pjesën kështu dhe prapa te kurrizi, ka kurrizin jashtë. Vjen i gjatë, i derdhur dhe ka këto detajet shumë të bukura të verës me guaska e me yje deti. Më pëlqeu shumë edhe ky fustan. Dhe para disa ditësh bëra disa blerje tek Action. Mora këtë shishen e vogël këtu, që është shumë cute, shumë e bukur, ka këtë detajin këtu, nuk është termus kam atë që kam marrë bashkëpunim nga Burga, ai është super i mirë, e hedh ujin të ftohtë sot në mëngjes, deri nesër në mëngjes, se më vonë është prap i ftohtë, nuk e gjen asnjë lloj gjëje. Kjo ka kushtuar, fustani kushtoi se nuk ua thash, edhe kjo ka kushtuar te 1.5 euro se nuk e pas ka çmimin, ndërkohë fustani ka kushtuar nga 25 euro, 9,99 euro, po ju lë këtu kodet nëse jeni të interesuara. Që kam marrë për në Tiranë. Shikoni pak, mora këtë tapetin këtu. Është normal, nuk është shumë i madh. E mora shumë lirë në fakt, do ju tregoj faturën në fund se nuk i mbaj mend se kam kaluar në fakt ca ditë. Ndova që ta lë tek pjesa e kuzhinës atje të vogël dhe që do ta sistemojmë shumë bukur. Në blok për shënimet e mia, këtë litarin këtu. Po kujtojmë çfarë bleva tjetër atë ditë, se nuk janë të gjitha këtu ato që mora. Mora edhe këtë shiriun këtu që është shumë cute, shumë i bukur, përveç se ka dhe aromë shumë të mirë, domethënë që është kryesore. Dhe këto janë çmimet për tek Action. Tek Action mora edhe një prizë treshe, mora aty sepse ishte shumë e lirë edhe në Shqipëri kushtojnë nga 15.000 lekë, aty i gjen edhe me 2-3 euro, edhe kam nisur marrë në Shqipëri se po kujtohesha që ku e kam. Do bëjmë edhe çantën gati për Shqipëri Kismet nesër, që është e diel, ose si ta shohim nga e Hana e Marta, bashkë do ta bëjmë. Se në fakt do qëndroj gati, jo gati, po do qëndroj një javë. Do shkoj të mërkurën dhe do kthehem të mërkurën. Të martën, mos gaboj, diçka e tillë, duhet të shkoj edhe një herë tek bileta.
se e zgjata pak në fakt udhëtimin, në kuptimin që do rri ka gjatë, sepse do e mbyll punën dhe pronarim, se po të kisha punë normalisht nuk do qëndroja ka gjatë. Të bëj dhe unë pak plazh, se kur shoh ato story tuaja ca në Dhërmi, ca në Ksamil, në Saran, kënaqet shpirti realisht, domethënë kur e shkoj që kemi vende kaq të bukura në Shqipëri për të bërë pushime. Nuk e di si janë çmimet këtë vit, a kanë ndryshuar, a i kanë rritur, a i kanë përmirësuar ndo pak. Të shkoj të mbyll edhe kontratën e shtëpisë, kur do ta marr që të mundem të organizoj edhe gjërat. Po vinë shumë ditë të bukura dhe jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Mi qef edhe me mami dhe babin që të bëjmë disa ditë pushime bashk, po është edhe problem tani se mami duhet të marrë pushime dhe duhet i vendos dhe ka vetëm 2 javë nga puna. Pastaj babi zgjedh vetë pushimet kur ka ai, kur e shikon ai kështu, se nuk është se është i varur nga dikush tjetër. Po që mami dhe babi e kanë me shumë qef thethin, ndoshta do shkojmë atje, se e kanë shumë qef natyrën, qetësinë, sado që ne aty në shtëpi kemi plot sa të duan ata natyrë, po thjesht kur del nga ajo rutina të duket shumë herë më ndryshe dhe janë vërtet pushime. Mirëmëngjes nga e diela ime, edhe ndihet shumë vetmia. Nuk jeto ka njeriu vetëm, nuk jeto ka do të njeriu vetëm. Kisha një 2-3 ditë që isha goxha e stresuar, po nuk po e jepja veten, se mendoja që nuk jam e stresuar. Po ndonjëherë është shumë mirë që ndjesit i shprehim edhe ti te i kalojmë ato, edhe ai momenti si psikologu ose terapia më e mirë është kur flasim me njeriun ton që duam. Unë kam qenë pak e stresuar për shumë gjëra, për pasiguri, por më prisni, t'ju them diçka para se të them këtë gjë. Isha para ciklit, edhe para ciklit ju goca më kuptoni shumë mirë se si jemi ne gocat. Unë jam ekstrem, unë jam një fëmijë llastuar, realisht jam si një fëmijë llastuar që dua vëmendje, dua përkushtim, dua qa them unë është e vërtet, po të më pyesni sot nuk është ashtu siç mendoja deri dje. Edhe po e thaj që ndjeja pak si pasiguri. Ja, a do e dalun t'i bëj të gjitha këto gjërat, letra, dokumentat që do shpërngulem nga Gjermania vetëm, sepse po i bëj vetëm, nuk po marr asnjë ndihmë nga askush, edhe kam pak frikë, pak pasiguri, sepse është hera e parë që e bëj një gjë të tillë, nuk më kanë dashur jetën ndonjëherë me këto gjëra, edhe plus dhe Gjermania që i ka këto pjesët e dokumentacionit shumë zoti madh, ka 1000 gjëra për një gjë. Nëse edhe kisha këtë pasigurinë unë, pastaj ajo thash mbani mend nga vlogun e kaluar që doktoresha do më merrte të premten, që do më thoshte për kurën, për hekurin, që e kam të ullët, edhe të gjitha këto, e mbani mend. Po, doktoresha nuk më mori në telefon, dhe sot është e diel. As një mesazh, as një telefonat, thash, po tani. Domethënë qa po ndodh? Dhe do duhet të shkoj nesër vetë të pyes nga afër dhe t'i them që doktoresha nuk më njoftoi. Tani, të thoni ju e kam dhënë numrin tim gabim, se e mendova dhe unë këtë gjë, por jo se e dhash numrin 2 herë, edhe te sekretarja te recepcioni aty, edhe te doktoresha brenda kur kisha takimin, kështu që 2 herë nuk ka që do gabim, plus unë e hapa numrin telefon, nuk është se i thash që e mbaj mend dhe po e thoja. Dhe normalisht kur kam stres dhe gjëra të tilla, të paktën për mua ndodh që cikli menstrual gjithmonë më vonon, edhe isha ca ditë me vonesë, edhe sa kisha dhe frikë, më hypi stresi më shumë, s'kisha pi kokrën. Edhe po mendoja do shkoj të hënën te doktoresha, do lë dhe një takim me ginekologen, edhe të shohim se ç'a do ndodh, edhe të më bëj një kontroll, sepse nuk është normale që të më vonoj cikli. Nëse më erdhi cikli sot në mëngjes, u qetësova, nuk kam mendime negative, unë doja dal për të gjitha, nuk ka gjë pse mund të shqetësohem, doktoresha mund të ketë pas puna të ditë, edhe nuk ka pasur mundësi, mund të ketë pas një urgjencë atë ditë, edhe është kushtuar atje. E tani jam e qetë, jam e lumtur, imagjinoni që sot kisha bërë dhe plane për të shkuar në pishina, ose në lumë, me shoqet. Edhe nga që më erdhi cikli, planet u anulluan, edhe sot do merri me punët e shtëpisë, dhe disi jam vërtet pozitive, nuk e them me ironi këtë gjë, do me thënë jam shumë mirë. Ta kalojmë dielën kështu, pas dite jam edhe në punë, t'ju them që dëshira për në punë më ka ikur fare, do me thënë shkoj me detyrim, nëse nuk ka ndonjë njeri që në këtë fazë të jetës vet po shkon me dëshirë në punë, thjesht duhet të shkoj të marr ato lekët, të mbledh lekët, të bëj pushime, të kënaqet edhe
kështu mbaroj filmi. Kështu jam edhe unë në këto momente. Po bëj kod se dhe 3 ditë janë, do thënë diela, e hëna dhe marta 3 ditë, të mërkurën nisemi për në Shqipëri, edhe shumë bukur. Me këtë rast sot që është diele dhe do jemi në shtëpi, do bëjmë edhe çantën gati për Shqipëri. Disa outfite cute, disa gjëra kështu bukur, që t'i kalojmë bukur edhe ato ditë në Shqipëri. Nxjerrë në Vinted edhe disa veshje të reja, edhe me etiket edhe pa etiket. Njëri ishte ky fustani që unë në fakt e mora për mamin, po mami ti nuk i rinte shumë bukur. Kështu që vendosa ta shisja, u shit, do ta bëjmë gati që ta çojmë nesër që është e hënë te posta. Kam shitur edhe një kostum tjetër, pantallona dhe një këmish boqelli që e kam marrë një nga ju, një nga gocat që më ndiqte, po që jetonte këtu në Gjermani. Jo flas në një background shumë bosh pas, shumë se jam për të që kam paketuar këtu kostumin që ju tregova, që ju thash blu. Dhe tani do paketojmë edhe këtë. Në fillim do ta vendos te kjo shesja e rihoas dhe më pas do ta vendos te kjo dhe do vendos edhe një thank you sticker. Gati nesër për të çuar tek posta. Shtëpia nuk ka qenë ndonjëherë më e pastër se kaq, po pres të mbaroj lavatrishja që vendosa. Të tregoj që të vendos një tjetër dhe të tregoj një pako që ma solli shoqja ime para një 2-3 ditësh, edhe tani që po sistemoja e pash i kisha çuar te dhoma ime, edhe kisha haruar me mendje që do ta bëj kështu unboxing këtu. Edhe është diçka për të ngrënë snack ose salsa aty nga puna e saj ku ajo punon. Unë jam furnizuar shumë mirë te Gepsi për disa gjëra kryesore që i kam nisur në Shqipëri në fakt, që do t'i mbaj tek shtëpia ime. Një salcë e re, është për patate, për sandwich, është kjo këtu. Ta fokusoj pa kamera, pse s'po e fokuson? Okej. Tankie! E vetmja gjë që mund ta ha tani në këto ditët e verës janë thjesht perime, fruta, sallat, edhe kjo do jetë dreka dhe darka ime se nuk e di pse më ka ikur fare oreksi. Edhe atë në fakt do e ha më shumë se jam me cikël, dark nuk kam ngrënë, mëngjesi jo, është dreka, po vin ora që do ikin në punë, edhe nuk dua që ta lë trupin deri në atë gjendje. Do t'i jap punë për të ngrënë me pa hir. Bëjmë një outfit check për para se të dal. Flokët i kap autobuse, nuk isha nerva fare që t'i thaja dhe t'i shtrija. Edhe pak sa mu thanë kur po bëja make-upin, një make-up shumë të thjesht. Pastaj kam veshur këtë body nga Cider. Dhe ka kurrizin jashtë, janë shumë bukur kështu me këto pantallonat e bardha që kam vendosur dhe këtë ripin që t'i ngjaj pak më ekstra. Për aksesor kam vendosur vath silver, unas silver edhe këtë bërzyllykun silver dhe i kam hequr ato që mbajnë në përditshmëri.
Dhe nga këmbët kam veshur shapka, se siç ju thash, nuk kam mbajtur shumë gjëra dhe jam bërë shumë pishman për këtë gjë. Pyrzëlyku, unaza, vathët dhe tani jemi gati të dalim. Zur Weiterfahrt mit der Linie 32 zum Zoologischen und Botanischen Garten. Kam thënë shumë herë që unë natën truri im funksionon ndryshe nga ditën. Nuk e di si funksionon kjo gjë, po kështu funksionon. Gëzuar, Sanil. Tani, unë nuk e hapa kot këtë kamerën. Kemi muhabet serioz. Kam unë një pyetje që më lindi dhe thash ta ndanim edhe me ju. Pyetja është, që do bëje ti, Sonil, po të kishe 1 milion euro? Mendo mirë se janë shumë, e kupton? 1 milion euro. Si fillim, do blija një BMW M4. Pastaj do blija edhe një shtëpi, e kupton? Një shtëpi, një vil. Po ç'a do bëje një gjë, do me thënë që makinë dhe vil, do me thënë makinën kështu si kur të them unë, ose M6. M6 do ishte më perfekte. Do bëj një gjë të çmendur, që nuk e bën dot, se për shembull makinën do punosh në një të ardhme, do kursesh, gjithë ato do ta blesh, e kupton? Ti ke fjalën për gjëra të çmendura. Po, diçka do me thënë që nuk e bën dot. Çfarë do bëje ti për shembull? Shiko, se me që ti the për makinën, makinë, nëse do kisha aq shumë lek, do blej një makinë super vintage, në ato të vjetrat, unë vdes për makinat e vjetra, kush më nje nga afër e di shumë mirë këtë gjë. Nëse do kisha kaq shumë lek, do doja shumë që të eksploroja hapësirën. Nuk e di pse, do më pëlqente të shkoja dhe në hënë, të dilja dhe jashtë tokës. Jo. Po, frika ime më e madhe është se mos ndoshta ti aq shumë larg dhe po të kthehem nuk do jem më një njeri normal. Nuk do janë gjëra që nuk do ndodhin kurrë, e kupton? Po prandaj do me thënë, apo e di çam duket se kjo gjë nuk me 1 milion euro unë s'shkoj dot në hapësirë. Mendoj që po ju, jam shumë kurioze. Më shkruani poshtë në koment, ç'a do bëni ju nëse do kishit 1 milion euro, do me thënë gjëra të çmendura. Se 300 atlete. 300 pal atlete, do më pëlqente 300 pal çanta. Unë gjaj kam një 100 deri tani. Birkin, ai Kelly, ai Mini Kelly. Nuk janë dhe për investim këto, me ato e shet pastaj po. Dhe pastaj me ato që do shetësh, nejse. 1 milion euro nuk i kemi, le të ndërrojmë me sy hapur. Jo, me se do t'i bëjmë, që është mua. Po, afër jemi. Kismet deri vitin tjetër do ja arrim të gjitha. Rrugës, në rrugë drejt jemi. Kemi 1 milion euro minus. Mos mendoni që kam pirë, se kjo është thjesht një limonçel pa alkool, pa asnjë lloj gjëje. Edhe kjo është vetëm një tonik. Për Sonilën nuk mbaj përgjegjësi, për veten mbaj përgjegjësi. Jam shumë e këm në tokë. Thjesht për Zotin, domethënë jam e këm në tokë, po do doja të zbuloj hapësirën. Do ikim në hapësirë dhe të vendosim flamurin e Shqipërisë. Po, tani ne kur dalim jashtë Shqipërie jemi shumë patriot. Imagjinomi ik deri në hënë dhe mos me vendos flamurin shqiptar. Po, ç'a thua ti? Jemi patriot. Unë do të çoj flamurin e fshatit tim. Për të bler këto qershit që kushtuan 10 euro. Që do me thënë ka nisur java shumë varë. Bela atje tregonte 0.99, po unë nuk e lexova 0.99 100 gram apo kështu edhe thash okay, hajde shkojnë diku te 4-5 euro kështu. Kur shkoj atje 10 euro të gjitha këto qershit, po të paktën janë shumë të mira edhe të na bëjnë mirë. Çova pakot e posta sot, shkova edhe në punë, mbarova dhe punën, u ktheva dhe në shtëpi, bëra një dush trupit, çova dhe një lavatriçe me tapetët e vegjë që mund të lahen në lavatriçe. E po mendoja që të dilnim sepse na ndan vetëm minus një ditë për të shkuar në Shqipëri, nesër është dita e fundit, pastaj do jem një javë aty, do kënaqem dhe unë të bëj dhe unë pak plazh, edhe kështu do kalojmë edhe
pasi tenton të kthehem edhe pastaj të shikoj të organizoj çantën për në Shqipëri. Kam vetëm një çantë shpine. Nuk e di po ua kam treguar, po nesër në të njëjtin avion, edhe kur të shkoj dhe kur të kthehem, do kem edhe pronarin tim të punës, se do vi në Shqipëri që do bëj dhëmbët. Kishte gjetur një doktor nga Roma që ka klinikën e vet aty në Shqipëri, edhe tha që do t'i bëj tha të gjitha 11.000 euro dhe dhëmbët lart dhe poshtë, me hotel, me çdo gjë të përfshirta. Ndërkohë këtu në Gjermani tha kushton 38.000 euro. Edhe ishte shumë i inatosur se tha un kam 30 vite që po pagoj siguracion dhe vin dita që un dua të bëj dhëmbët dhe siguracioni nuk të mbledh asnjë gjë, që un ato 38.000 euro tha i kam paguar shumë fish, edhe ndjej shumë i revoltuar sot. I thash mos u mërzit, kjo është Gjermania, e di tha, e kam kuptuar tha. E kështu përfunduam të dy në një avion dhe për të ikur dhe për të ardhur, edhe të dalim. Këtu filloi dhe një stuhi, nuk e di domethënë çfarë po ndodh. Kam parë 4 stin brenda 1 ore këtu në Gjermani, kur filloi breshër, kur doli dielli që plasa vape, kur filloi shi që ishte njësoj se ai shi u vjeshtës i lehtë kështu, edhe tani ka dal prap dielli. Njëherë del zogj cicerojnë për shef bubullima që parë thonë juve këtu do vidhisej. E kuptoni fjalën vidhisej? Outfit check, pantallona të bardha lino të gjata, këtë këmishë roz që e kam kombinuar edhe me këtë varsen, me këtë yllin gold edhe këtë ripin roz, vatët e tjera gold, flokët topusi që kisha që mbrëm, thjesht rregullova pak, edhe çantën që kombinon me çdo gjë tani në ver. Do vesh edhe shapkat e zeza që i kam marrë nga HM-ja, edhe le të dalim. Tani jam veshur shumë mirë, por duhet të marr edhe një çadër. Mentalisht jemi në ver, është okay, është shumë nxehtë, është shumë ngrohtë, ja dhe ai zotëria aty me të shkurtra, që jemi okay. Disa gjëra dhe dua t'rregoj, po kryesorët që dua t'u tregoj janë këto karamelet këtu, këto, mëra njëra, janë super shumë të mira, i kam marrë tek Tiki Max, edhe shko sa bukur ngjan, janë njësoj sikur janë te një gotë cappuccinoje. Bleva këto vatët, i kam marrë te Tiki Max të gjitha, këto gjëra që do ju tregoj tani. Janë këta vatët këtu që janë silver, shumë të bukur edhe kushtuan vetëm 1,99 € të dyja. Diçka tjetër që më duk shumë interesante janë këta këtu që janë edhe lip glossa, po mund të përdoren edhe për faqet. Janë for cheeks and lips, edhe kanë këtë aplikatorin kështu shumë interesante dhe këto kushtuan 5,99 €. Gjeta mishën pas kaq shumë kohësh tek Tiki Max dhe e mora 9,99 € sepse njërë që kam porositur online këtu në Gjermani më doli 17 €, më vajti e gjitha. Këtë e mora se më pëlqen shumë për në vjesht edhe kështu, edhe kur të iki në Shqipëri e marrë këtu shumë herë më lirë se sa mund ta gjej aty në Shqipëri, edhe perfekt edhe kjo. Unë kam marrë numrin 21, një e kam tani sapo e kam hapur, kam edhe një që është numri 23 që ato do ta përdor për në verë që do nxihem pak. Pastaj gjeta edhe një super highlighter Art Deco që e gjeni edhe te Douglas te Sephora. Kushtoi 2,99 € nga 7,95 €. Është numri 4, do ma shikoni gjatë verës, se vendoset te faqet, te pjesa këtu, kudo, se ishte njëra e hapur aty dhe e provova dhe më pëlqeu tepër. Pastaj kjo këtu është një dhuratë që e kam marrë për të dashurin tim, se nuk e kam thënë këtu në YouTube, po ne para ca ditësh, para pak kohësh, kishim për vjetorin ton që bëm 6 vite lidhje, se për të njohur njihemi që shumë kohë, edhe i mora një dhuratë të vogël që nuk do ta tregoj se çfarë.
Jeni të bëjmë çantën për Shqipëri gati. Shikoni dhe këta vathët që bleva sot ngjajnë shumë të bukur. Çanta që do marr është kjo Adidas i këtu i zi. Dhe do marr shumë pak gjëra, se thash për herë të parë ose për herë të fundit, më saktë, do shkoj në Shqipëri pa çanta të mëdha, pa shumë gjëra, pa siklete, do ma kalojnë, nuk do ma kalojnë. Do marr shumë pak gjëra, se tani e dini që unë shumë gjëra i kam atje. Edhe i kam organizuar disa outfite, mund të them, i kam vendosur të Apolinat dhe ua tregoj tani. Pal rroba banje të reja që nuk i kam veshur ndonjëherë, domethënë është vera e parë, janë këto portokallit këtu me të bardha, me këto flutrat këtu shumë cute, që ua tregova që janë nga kjo faqja këtu si e molli. Dhe outfiti i parë më saktë, do thoja i radhës, janë këto shapkat që i kam marrë tek jam në ofertë për 6 euro, të zeza, janë kafe në fakt. Do ta kombinoj me këtë fustanin e gjatë që e kam marrë nga HM-ja. I kam larë, këto si kam vesh kur prandaj po i lë kështu. Edhe mendoj që me vapën në Shqipëri është shumë mirë, një fustan lino i gjatë, një pal shapka ngjan super bukur. Pastaj kam menduar një pal pantallona të shkurtra lino për në dark, edhe këtë këmishën e bardhë dhe do ta kombinoj me ato vathët roz. Eksaktësisht me këto këtu që janë shumë të rënduara, por me një kostum të bardhë, darkave ngjan shumë bukur dhe nuk ngjan as pak e egzageruar, se do jetë veshja shumë e thjeshtë. Dhe te ky portofoli do vendos disa aksesor, kam vendosur disa në fakt, por do shikoj edhe çfarë aksesorësh të tjerë të marr. Do marr këtë t-shirtin dhe bukur që ka këtë ngjyrën si të verdh, po shumë të hapur, me këtë detajin e robave të banjës të varura kështu si në një telme të kuqe, dhe do ta kombinoj një ditë në plazh me këto, që është si janë pantallona, po janë kështu si fluffy edhe ngjajnë si fund, edhe mendoj që kombinojnë shumë bukur bashkë. Pastaj për rrugës kam menduar që do vesh atletet New Balance me xhinse 3 çerekshe dhe një buzë të zi të thjesht crop. Dhe do jem shumë rehat, mendoj, ndoshta një kapele nuk e di ta shohim këtë ditën që do nisem në vlogun e radhës. Do marr laptopin, do fus me kapet e mia dhe asnjë lloj gjëje tjetër sepse i kam të gjitha andej. Dhe do vesh gjinsin si që thash, do e kombinoj edhe me këtë çantën e vogël, nuk besoj se më bëj problem. Me këtë badin më mirë të bardhin, çorape kështu me pak qaf, edhe me këmbë do vesh atletet New Balance. Pra këtu. Kështu që edhe këtij vlogu i ka ardhur fundi, ne do shihemi në vlogun e radhës që do jetë nga Shqipëria. Deri atëherë mos harroni të më bëni follow në Instagram, subscribe, like edhe comment se çfarë të keni ju dëshirë dhe ne do shihemi në videon e radhës. Mua, paqim!